Ju në gjatë tjeta uroj të jeni mirë, dashur miq, takohemi sot në këtë ditë të parë të muajit, data 1 prill 2026, për të folur për zhvillimin më të fundit që është duke ndodhur në arenën ndërkombëtare, sepse ka një zhvillim të madh. Me sa duket Donald Trump ka marrë vendimin për të tërhequr nga lindja e mesme dhe do ta shohim në këtë moment se çfarë është duke ndodhur saktësisht atje. Uroj të jeni mirë gjithë, edhe pse bota në fakt rrotull nesh po dridhet e gjitha në këmbët e planeve të cilat as djalli vet nuk do t'i merrte përsipër, aq të komplikuara janë. Do të flasim për këto situata jashtëzakonisht të rëndësishme. Sot, miq të dashur, do të flasim për artin e tërheqjes, ose më saktë për artin e të lënit zjarrit ndezur pasi i ke hedhur benzinën. Donald Trump po përgatit skenën për një lëvizje që po i lë kancelarit ndërkombëtare të botës pa frymë. Tërheqja nga Irani pa e hapur ngushticën e Hormuzit. A është kjo një strategji geniale apo është kapitullimi më i shtrenjtë në historinë moderne? Apo e lë Amerika pas derës Chelsea-n e ekonomisë globale, vetëm që t'u thot aleatëve shëndet e të mira? Shtrëngoni rripat, ky është momenti, nuk është thjesht një lajm. Ky është fundi i botës siç e njihnim dje, dhe mos ta çoni në përmend se jemi 1 prill dhe po flasim gënjeshtra. Unë flas gjithmonë të vërtetën. Shotgun diplomacy dhe premtimi i Donald Trumpit, ç'është ky koncept? Ndërsa ne flasim USS George Bush, ai qytet lundrues prej Çeliku është vetëm 10 ditë larg nga lindja e mesme. 3 luftanija amerikane janë aty gati për show, por prisni. USS Gerald Ford u nis drejt kantierëve për t'u rregulluar, sepse skena po ndryshon. Ju e shikoni çdo ditë ka zhvillime të tjera. Wall Street Journal sapo ka lëshuar bombën. Trump u ka thënë miqve të tij në konfidencë do të ikim nga Irani pa e mbyllur Hormuzin. Dhe dëgjoni sarkazmën e tij therse drejtuar miqve të Amerikës, miqve të tij europian. Trump tha, Anglia dhe Franca, nëse duan karburant, le të shkojnë të hapin vetë ngushticën e Hormuzit. Më kuptoni, pas 2 javësh, Amerika mund të paketoj valigjet dhe të niset mbrapsht. I kemi shkatëruar, tha Trump, i kemi goditur fort. Por a mjafton një Iran i gjymtuar nëse ai e mban ende gishtin në arterien kryesore të naftës botërore, që është ishulli i Kargut dhe Hormuzit? Irani nën gërmadha, por me çelës në dorë. Ky është koncepti i ri i Trumpit dhe i luftës. Sipas Pentagonit, Irani ka psuar një goditje që do t'i duhen 20 vjet për t'u rikuperuar. Nuk kanë lider, nuk kanë ushtri funksionale, dhe aviacioni i tyre është thjesht një kujtim në librat e historisë. Por këtu qëndron dhe paradoksi që po të shmend analistët e Forbes dhe të New York Timesit. Çfarë është duke ndodhur? Trumpi ka thënë, tërhiqem nga lufta pa e hapur Hormuzin. Pra nuk e hap më. Kjo është si të rrahësh rojen e një porte, ta lësh pa ndjenja dhe pastaj të ikësh duke lënë portën të kyç. Kush do të kalojë aty? Kush do ta paguajë faturën? Përgjigjja është e hidhur, por është ajo që është. Faturën e paguajnë aleatët si gjithmonë. Dhe këtu a mund të flasim për tradhtinë e miqve dhe reagimin e Europës ndaj kësaj lëvizje të Donald Trump? Ka dalë menjëherë Keir Starmer, kryeministri britanik, i cili me atë qetësinë e tij prej akulli, del dhe thot, it's not our war, nuk është lufta jonë. Sa shpejt u harrua dhe harrohen aleancat speciale? Ndërsa Franca nga ana tjetër, Franca luan lojën e saj të vjetër, ju e dini. Dërgon avionët Rafale në Emiratet Arabe dhe dërgon aeroplan mbajtësen Charles de Gaulle, por nuk hap hapësirën ajrore për avionët izraelit apo transportet amerikane të armëve për Tel Aviv. Amerika nuk harron, zonja dhe zotëri. Kjo është një thik pas shpine dhe po gdhëndet në memorien e akullt të Pentagonit. Dhe këtu shkojmë të një kartë tjetër e fshehtë, që është karta e fshehtë e ishullit Kargut. Mos u gënjeni nga retorika e tërheqjes. Trump nuk ikën kurrë me duar bosh. The Atlantic dhe burime nga Ministria e Mbrojtjes amerikane flasin
për një plan i cili ka vite që piqet. Ishulli i Kargut. Nuk hynë më trupa në Teheran, dakord, por mund të marrin ishullin e Kargut. 20.000 banor dhe gjithë fuqia e kontrollit naftës Iranit. Amerikanët e duan këtë kartë të re, hapnin ngushticën që t'ju japim Kargun. Një shkëmbim pengjesh në nivel global. Dhe ironia e madhe, apo ironia më madhe në këtë rast, Irani del më i fort nga kaosi. Këtu vjen goditja e Financial Times. Ironia është aq e trash, sa mund ta presësh me thik. Trump me lëvizjet e tij mund të ketë forcuar Iranin, thot Financial Times, më shumë se që imagjinonte. Po si e ka bërë këtë? Duke i dhënë iranianëve të drejtën e argjimit. Nëse Hormuzi mbetet i mbyllur në kontrollin e tyre të egër, Irani mund të vendosë tarif deri në $2 milion për çdo anije që kalon. Bëni hesab vetë. 140 anije që kalojnë nga ngushtica e Hormuzit janë miliarda dollar në muaj që rrjedhin në xhepat e atij që amerikanët e quajtën regjim dhe që u shpall dhe u deklarua i vdekur nga Donald Trump. Trumpi ka një talent unik, thon Financial Times, që të kujtoj armiqve të bëjnë atë që nuk e kishin çuar në përmend. Ishte rasti i Kinës, kur Trump u vendos tarifa doganore dhe Kina ndërpreu mineralet e rralla. A është ky, miq të dashur, fundi i Amerikës si polici botës? Katastrofa në fakt nuk është vetëm nafta, është besimi. Aleatët e Amerikës nuk po shohin më drejt Washingtonit për siguri. Bëni si të doni vetë, është mesazhi i ri nga shtëpia e bardhë. Dhe kjo është një çarje e madhe, e cila tregon se të gjithë do të kërkojnë aleat të ri. Po çfarë po ndodh? Po lindin aleanca të reja gjeopolitik, të cilët deri dikur ishin të pamendueshëm. Aleanca krejtësisht të reja. Arabi Saudite, Turqi, Egjipt, Pakistan, Netanyahu, lindja e mesme, Izraeli, të gjithë janë duke bërë bashkime të reja. Bashkime të vendeve të cilat e din shumë mirë se mund të vi momenti që të largohen nga orbita amerikane. Po cilës Amerikë? Asaj Amerike të cilët ata kanë nisur të besojnë tashmë se të lënë baltë, duke e ditur që ata kanë qenë të vetëdijshëm prej fillimit të luftës dhe betejës se Izraeli me njëherë pasi të përfundonte luftën atje, do të shkonte drejt goditjes së atyre vendeve, të atyre përbindshave të ri për Izraelit, të cilët janë duke krijuar aleanca të reja rajonale. Amerika është në një kurs tjetër dhe ish aleatët e saj nuk kanë për të prerë të gjitha fijet me të tani në këtë moment. Por nuk ka dyshim që ata nuk do ta shohin më Washingtonin siç e kanë parë deri më dje. Dhe nesër nuk do ta shohin më aleancën me Washingtonin siç e kanë parë deri sot, sepse gjithçka ka ndryshuar dhe asgjë nuk është më si ka qenë më parë. Jemi në strategjinë e tymit dhe të zjarrit apo në strategjinë e perdes? Jemi në javën e 5 të luftës, miq të dashur. Nancy Joseph ka shkruar dhe në The Atlantic, çdo zgjidhje që Trump e ka përpara do të jetë e dhimbshme, por ai do ta shes dhe do ta marketojë si triumf, një lloj siç u shit pra Afganistani, apo si u shit edhe Iraku, apo si u shitën të gjitha. Në fakt, nuk ishin një triumf, ishin një dështim. A janë këto biseda për tërheqje, apo një skenar tymi i ri që po përgatit Donald Trump? A do të zgjohemi javën tjetër me fushatën më të madhe të bombardimeve që ka patur ndonjëherë njerëzimi të Amerikës ndaj Iranit? Një gjë është e sigurt në këtë lojë shahu ku mbreti thotë se do të largohet nga fusha pa mbaruar loja, lojtarët e tjerë po përgatiten për masakër. Irani ka dhimbje të forta, por nuk ka më besim. Amerika ka fuqi, por nuk ka më durim. Dhe kur të dyja këto përplasen, rezultati nuk është më kurrë paqe. Është thjesht një pauzë përpara rrebeshit të ardhshëm. Rrebesh të cilin do ta shohim. Qëndroni në vëzhgim sepse në këtë prapasken dritat sapo janë fikur dhe ne e dim mirë se çfarë ndodh në errësirë. Është një moment jashtëzakonisht delikat i rëndësishëm, në të cilin do të konfigurohen aleancat e reja. Do të përcaktohen lojtarë të ri dhe ekuilibra të ri global do të përcaktohen në të gjithë botën. Askush nuk do të rritë më ashtu siç ka qenë dhe të gjithë po riformatojnë planet e tyre. Bota është në një moment krejtësisht të ri. Aleancat e reja në Europë,
aleanca të reja për te Atlantikut, aleanca të reja në Azinë Qendrore, në lindjen e mesme në Azinë e Largët e kështu me radhë. Dhe kjo na tregon se popujt e vegjël dhe kombet e vogla duhet bëhen gati për të kuptuar momentin e ri dhe duhet të ruajnë me thonjë tokat, pronat, shtetet, kombet dhe vendbanimet e tyre. Sepse në këto kohra kur asgjë nuk është mos siç ka qenë, në këto kohra ku të gjithë po luajnë me të gjithë dhe ku të gjithë mund të shesin të gjithë brenda ditës dhe brenda natës, askush nuk ka më siguri për asgjë. Benjamin Netanyahu ka dalë dhe ka folur fort, duke marketuar, ka dalë dhe ka tentuar të marketojë një triumf, i cili nuk është triumf, po marketon triumfin e fitores së madhe dhe Iranit, sepse tashmë, tha Benjamin Netanyahu, ne jemi duke luftuar krah për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri dje, ishim duke bërë luftën të vetëm. Ndërkohë, Netanyahu e di shumë mirë që takimi në Pakistan ndërmjet ministrit e jashtëm Hakan Fidan, atij të Egjiptit, atij të Arabisë Saudite dhe ministrit e jashtëm të Pakistanit, nuk është thjesht një seancë ndërmjetësimi për luftën ndërmjet Iranit dhe Amerikës, por janë fillimet e para të shkëndijeve të aleancave të reja strategjike të cilat po rikonfigurohen dal nga dal në rajon, të vetëdijshëm turqit, egjiptianët, pakistanezët dhe arabët, se aleancat të reja do të lindin dhe se Izraeli do të filloj me njëherë do të merret me ta sa po të përfundoj lufta e Iranit. Të njëjtat lëvizje është duke bërë edhe princi i kurorës në Arabinë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili po takohet me vendet e GCC-s, me Katarin, Kuvajtin, me Emiratet e Bashkuara Arabe. Të gjithë po përgatisin skenarin e lojës së ardhshme. Cili do të jetë ai? Do ta shohim bashkërisht. Por një gjë është e sigurt, do të jetë diçka që askush nuk e ka çuar në përmend. Sepse në këtë botë në cilën jetojmë, nuk është më e mundur të merret vesh se çfarë po gatuajnë të gjithë. Interesante është sarkazma therse në fundin e gjithë kësaj që sapo diskutuam, edhe e ministrit të mbrojtjes së Pakistanit. Interesante, thot ai, po shkon situata e kësaj lufte në Iran. Lufta u nis për të rrëzuar regjimin e Iranit, për të bërë atë që në anglisht quhet regime change. Por paradoksalisht, thot ai, ne jemi duke folur për një luftë e cila tashmë nuk synon rrëzimin e regjimit të Iranit, por synon hapjen e ngushticës së Hormuzit. Hapjen e një ngushtice e cila ishte e hapur përpara se të fillonte lufta. Pra ne jemi duke bërë një luftë për ta rikthyer botën në situatën e para luftës. Çfarë paradoksi është ky? Dhe kjo ju tregon sasinë e madhe të rrenave, të mashtrimeve dhe të gënjeshtrave që gatuhet në pas perdes në këtë botë të rrezikshme, ku çdo popull, komb apo individ që nuk e ka mendje në lojë, rrezikon jo vetëm të këpuz gishtëritë dhe gjymtyrët, por rrezikon të humbas kokën. E njëjta gjë po ndodh edhe këtu në Ballkanin tonë të rrezikshëm. Fqinjët po bëjnë gati të gjitha planet për të koordinuar interesat e tyre gjeostrategjike dhe të gjithë po presin me gishtin në këmbë se si do të mbarojë lufta e Iranit, cili do të jetë pozicioni i ri i amerikanëve në botën e re që do të lindë, cilat do të jenë aleancat e reja që do të lindin pas këtij momenti dhe të gjithë do të lëvizin nga vendet e tyre. Shqiptarët janë në mesin e katër rrugëve dhe në duart e një klase politike thellësisht anti-shqiptare, e cila i ka nxjerr ata në pazar me çdo çmim dhe me çdo kusht. Dhe ne sot duhet ta kuptojmë situatën dhe të ndërtojmë strategjinë tonë për mbrojtjen e kombit dhe për të ndërtuar aleanca me miqt e rinj dhe të vjetër të shqiptarëve, me miqt e mbetur në Amerikë, me miqt e mbetur në Europë dhe me miqt e mbetur në lindje të shqiptarëve, në mënyrë që të bëhemi gati për momentin gjeopolitik të momentit. Kur mos besoni tek ata që ju kanë mashtruar për 34 vite. Kur mos besoni tek ata që ju shqejnë me nacionalizëm rrens dhe fals, sepse aty fshihet një thikë e madhe që është bërë gati për qafën e një kombi të cilin po e mbajnë peng me emisione të hudis
me emisionet e degenerimit të cilat e kanë marrë popullin dhe pjesën e mbetur të vëmendjes së tyre peng për llogari të një skenari më të madh që është shitja përfundimtare e Shqipërisë. Kaq kisha për momentin, do të rishihemi në mbrëmje në orën 20:50 minuta live për të parë zhvillime të tjera të mëdha nga situata ndërkombëtare, çfarë po gatuhet nga Ballkani dhe çfarë po gatuhet këtu në Tiranë për popullin e mirë shqiptar, i cili është në shtratin e reanimacionit, aty ku gjendet i intubuar dhe ku një grusht i vogël shqiptarësh prej familjarëve të saj nuk pranojnë të hiqen tubat e jetës, ashtu siç është marrë vendimi nga paria anti-shqiptare e Tiranës. Për gjithë ju që më ndiqni për herë të parë, unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Antdeu. Bëjni like, share, subscribe kanalit dhe çojeni atë pjesës tjetër shqiptare. Duke ju falenderuar shumë për kohën tuaj të shmuar, për vëmendjen tuaj të vlerësuar nga unë, pres të dëgjoj opinionet dhe mendimet tuaja të komentet derisa të rishihemi sërish në darkë. Mirë dëgjofshi.